pengu i tim më i madh artistik është pamundësia për të realizuar figurën e Alipash Tepelenës. Jam i vërtet besoj. Po. Tani sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë bëhet për të realizuar një film tillë, sepse është quhet film epoke, domethënë kushton etj. Ka një projekt, Ka një projekt për serial. Për një serial. Mendon që ka aktor shqiptar të ketë kapacitetin për të luajtur këtë figurë dhe si mund t'ishte Kadriu në këtë rol? Se më detyron të them gjëra jo të këndshme. Gjithsesi, me dhimbje shumë të madhe, mund të them, pavarësisht vlerave absolute të Robert Ndrenikës, që është i vetmi sot për sot nga brezi i vjetër, është në jetë edhe e madhërishmja, e pa rriqmja, e pa përsërishmja, nderi kombit Tinka Kurti, por jashtë mundësive të saj shëndetësore dhe fizike për të ringjitur në skenë. Po përjashtojmë pra Bertin, unë do të bëja pyetjen tjetër. A ka më aktor